Bismillahirrahmanirrahim. Si duhet ta kompenzoj agjërimin ai besimtar, i cili për shkak një smundje që e ka goditur, nuk ka mundur ta agjërojë? Fillimisht duhet të shikojmë smundja e cila e ka goditur këtë besimtar. Është smundje e cila ka shërim, apo është nga smundjet e cila nuk pritet shërim prej saj? Nëse është nga smundjet që ka shërim, atëherë në momentin kur besimtari shërohet dhe forcohet dhe përmirësohet shëndeti i tij dhe mund ta agjërojë, dhe agjërimi nuk ndikon më në shëndetin e tij, atëherë i kompenzon ditët të cilat nuk ka mundur t'i agjërojë gjatë muajit Ramazan për shkak të kësaj smundje. Por nëse smundja është prej atyre që nuk shërohen dhe nuk pritet shërimi prej saj, atëherë besimtari në këtë rast mund ta kompenzojë Ramazanin me fitra, duke ushqyer një të varfër për çdo ditë që nuk ka agjëruar, me një shujtje mesatare e cila njihet në vendin e tij. Elusim Allahun që të kemi agjërim të pranuar dhe çdo i sëmur që është nga besimtarët ta shërojë dhe t'ja mundsoj që ta agjëron këtë muaj të bekuar dhe ta merr shpërblimin për ta.